Rreshtë dhe ndërrat e shqyt kanë shkaktuar probleme në territorin e bashkisë Kurbin, kështu në njësitë administrative Mamurras, fushë Mamurras, Droj, Zhej, Shpërdet, Shmëri ka problematikë serioze si pasojë e prurje të mëdha nga lumi Droj dhe kanaleve në të cilët ka fryrje. Janë mbi 50 banesa që kanë prezencë ujë, nevoja për evakuime nuk ka patur, ndërkohë mjetet e rënda janë dislokuar për ndërhyrje. Gjithashtu ka vështirësi kalimin e disa akse rrugore në kalimin fushë Mamurras, ish rruga nacionale në Gjormë dhe Shmëri. Në njësinë administrative Milot, akse rrugore në fshatin Skuraj, Vinjoll dhe Gallat janë të pakalueshme. Të gjitha strukturat dhe grupet e shërbimeve në terren për të ardhur në ndihmë çdo banoni për të siguruar jetën e tyre, thuhet njoftim.